Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Gjermani, do të flasim për qeverinë e re, për betimin, programin, por edhe ndikimin në Ballkan. Kemi të ftuar gazetarin Nidela Hoxha. Nidela, mirëmëngjes dhe faleminderit. Mirëmëngjes dhe falenderoj për ftesën. Faleminderit ju. Nidela, ne jemi në fushatë zgjedhore këtu dhe karta kryesore e kryeministrit Edi Rama që kërkon një mandat 4 është integrimi në Bashkimin Evropian, mbytyja e negociatave brenda 2 viteve dhe integrimi deri në 2030-ën. Por ditët e fundit në media kanë qarkulluar disa lajme që Gjermania godet premtimin e Ramës për sa i përket integrimit, pasi sipas raportimeve apo interpretimeve, kancelari Merz do kërkojë më para një reformim të Bashkimit Evropian, duke u bashkuar me Macronin dhe më pas zgjerimin. Sa e vërtetë është kjo? Akoma janë çështje të cilat janë akoma në fazën e diskutimeve të ndryshme. Por duke parë në politikën pan-evropiane më tutje, unë nuk mendoj që kjo do jetë një problem të paktën deri për 2030-ën siç fliten për negociatat. Në këtë moment në të cilin ndodhet, dhe po flas geopolitikisht, në këtë moment në të cilin ndodhet Bashkimi Evropian, ajo për cilën ka nevojë përveç se shikimi i forcimit pozitave me njëri tjetrin dhe pozitave të BE-s në arenën ndërkombëtare, ajo çfarë është më e rëndësishme mendoj unë dhe për të ruajtur dhe vetë objektivin për cilin ata po e bëjnë gjithë këtë lloj bashkëpunimi, do të ishte në interesin e Bashkimit Evropian që mos kishte një pengesë, pra nuk do të ishte në interesin e Bashkimit Evropian të kishte një pengesë në lidhje me hapjen e negociatave ose me vazhdimin me përfshirjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Përkundrazi, unë mendoj që atyre u intereson shumë pikërisht në këtë moment historik që pjesë e Bashkimit Evropian të jetë dhe Shqipëria dhe vendet e Ballkanit jugperëndimor. E gjitha kjo duke ditë dhe politikat jo fort të qeta me Rusinë dhe nga ana tjetër dhe marrëdhënien në ditët më të mira me Amerikën, unë nuk mendoj që kjo do të ishte pikë fortë e bashkëpunimit të Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit jugperëndimor. Kështu që unë nuk e shikoj si rrezik, për të qenë sinqert. Përkundrazi, Shqipëria është në momentin më të mirë në politikën e vet jashtme. Nëse Shqipëria arrin që ta mbajë fort këtë pozitë që ka dhe nëse ajo arrin që ta çojë dhe më tutje dhe të përfitojë nga gjithë situata e politikës panglobale në këtë moment në cilin ne po diskutojmë, atëherë unë mendoj që do të jetë një lëvizje e zgjuar e Shqipërisë për t'u afruar me Bashkimin Evropian. Kjo është pjesë pastaj e gjithë strukturave që merren me politikën e jashtme shqiptare, për ta marrë këtë situatë dhe për ta përdorur për interesat e Shqipërisë dhe integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe jo vetëm por edhe për të treguar edhe një herë bashkëpunimin e Evropës. Pra është një pikë kyçe, por unë e shikoj në këtë këndvështrim. Pastaj se si do të deri në 2030 se si do të vazhdojnë politikat, është pak e vështirë që ne ta themi aktualisht, sepse ne dimë që Evropa po jeton një moment decisiv ku në mënyrë ndoshta instinktive dhe jo vetëm, po ndahet në një front të tretë, nëse unë personalisht e kam parë, në një front të tretë ndërmjet Rusisë dhe Amerikës, patjetër duke qenë akoma duke mos i prishur marrëdhëniet me Amerikën, gjë që edhe nuk intereson në fakt. Kështu që në këtë vazhd zhvillimesh unë e shikoj shumë si moment shumë interesant që Shqipëria duhet ta përdori me gjithë forcën diplomatike që ka, që të kuptohemi mirë, për interes të saj, për të bërë pra integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ky është moment decisiv, politikanët shqiptarë duhet ta shfrytëzojnë në maksimum këtë gjë. Mendoj në këtë moment. Megjithse nuk i dihet se si shkojnë. Evropa ka edhe një problem tjetër, duke qenë për të ndënjur në temë, janë në një moment delikat të marrëdhënies mes njëri tjetrit. E kanë pas historik, është një problem historik i Evropës në fakt.
bashkëpunimi i shteteve me njëra tjetrën. Më thënë, është një ndër marrëdhëniet më, domethënë, pas marrëdhënieve burkrua, është marrëdhënia më e vështirë mundshme. E parë, në kontekstin edhe të batutës, në kontekstin edhe historik, edhe nëse Evropa arrin që Bashkimi Evropian, pra se kur them Evropa, flas për Bashkimin Evropian në tërësi, arrin që të ketë një bashkëpunim të shkëlqyer mes njëri tjetrit, dhe jo vetëm, por dhe në arenën ndërkombëtare, të ruaj marrëdhënien sado delikate e ka me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe nga ana tjetër, duke qenë një mburojje fort dhe duke u përgatitur ushtarakisht ndaj frontit të lindjes siç është Rusia, unë mendoj që Evropa do të forconte pozitat e veta dhe do të kishte një lloj sigurie dhe nuk do të flisnim për këtë gjendje të brishtë dhe delikate në cilën ndodhet në momentin që ne po flasim dhe po diskutojmë. Pra tek pjesa e programit, kjo është një nga pikat e programit që është negociuar mes partive, pra që në politikën e jashtme për sa i përket Bashkimit Evropian, që përpara duhet të ketë një rizim brenda, një reformim brenda, pastaj të ketë zgjerim, apo nuk është ky kusht? Gjermania ka pas gjithmonë këtë, në të paktën vitet e fundit e ka pas, duke qenë se ka dhe problemet e politikës vetë të brendshme, por nga ana tjetër ka dhe problemet në politikën e vetë të jashtme. Gjermania në këtë moment është në një çast dhe ajo të brisht politikisht, si brenda vetes apo kaloi edhe një krizë politike, dhe edhe nga ana ekonomike ka problemet e veta, kështu që ajo është pak në kontekstin më imediat, nëse mund të shprehem kështu, domethënë janë objektiva të cilat ajo duhet t'i shikojë më herët, por kjo nuk mendoj që do ndikojnë në lidhje me politikat e saj në Bashkimin Evropian, duke qenë se Bashkimi Evropian nuk është se ka vetëm Gjermaninë, edhe sikur ajo ta ketë këtë lloj por duke qenë një pjesa e lokomotivës do ndikonte, kështu që e parë në këtë këndvështrim nuk mendoj, pastaj po mendoj që Gjermania një herë paraprakisht duhet përveç që të forcojë pozitat e veta në Bashkimin Evropian dhe të forcojë natyrisht marrëdhëniet me shtetet e tjera fshinje, ana tjetër duhet të rishikojë dhe marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Që kështu prandaj tash është një moment shumë i rëndësishëm, delikat, nëse diplomacia shqiptare përdor siç duhet, do ta justifikojë më së miri. Megjithatë, dhe nuk është gjithmonë kaq precize sa thuhen ato, edhe nëse e kanë pas të objektiv, ka qenë mendoj në një kontekst pak më të përgjithshëm. Nuk besoj, unë personalisht nuk e shikoj si problem. Megjithatë do të ngelet për t'u parë se si do të ndodhin ngjarjet. Në fakt, në këto ditët e fundit ne kemi parë që kanë precipituar me një shpejtësi aq marramëndase ngjarjet, saqë jo vetëm ditët e fundit, por kjo po ndodh dhe vitet e fundit. Dhe jo vetëm në Evropë, po ndodh në gjithë botën. Faktikisht, ndoshta edhe ndikimi i teknologjisë ka bërë të vetën, problemet e ndryshme, ndryshimet ekonomike të shteteve ndërmjet. Më thonë, janë pak politika globale të brendshme dhe të jashtme, të cilat vitet e fundit për hir të së vërtetës nuk kanë qenë të qeta. Pastaj arsyet kanë nga më të ndryshme. Integrimi është nga njëra anë, por ndikimi në Ballkan dhe mbështetja për vitin 2030, dhe ky është shansi historik i politikës shqiptare në veçantë dhe i diplomacisë shqiptare për ta shfrytzuar më së miri. Fal Zotit, Shqipëria në këtë moment në arenën ndërkombëtare, pavarësisht problemeve të brendshme që në fakt çdo shtet i ka, por që ne i kemi pak edhe më shumë, Shqipëria pra i ka edhe më të dukshme, mendoj që në këtë drejtim kanë bërë aq shumë hapa përpara në politikën ndërkombëtare, saqë ky është një moment decisiv për ta shfrytzuar dhe jo për të bërë gabim edhe për ta anashkaluar dhe për ta kaluar në plan të dytë. Ky është mendim personal e parë në këndvështrimin e përgjithshëm, natyrisht në makroekonomi, politik, nga një gazetare e cila vjen nga një background politik edhe pak a shumë është interesuar në lidhje me çfarë thuhen lajmet në përgjithësi, jo vetëm në Evropë, por në këto vendet kryesore në të cilat unë përpiqem të ndjek edhe azhurnohem gjatë gjithë ditës. Kjo ishte për sa i përket integrimit, por kemi parë që Scholzi që është në largim ka pas një sy edhe një vesh nga Ballkani. Çfarë po bëj këtu? Vizitat
e fundit në mos gaboj ka qenë për marrëveshjen për litiumin në Serbi, por edhe për tensionet, mbështetja për Kosovën. Tani pas cënimit të raporteve me Shtetet e Bashkuara, problemi është që në Ballkan frika është nga një anë e tërheqjes së SBA-s, por ndoshta edhe një tërheqje të butë për shkak edhe të problemeve të brendshme të Gjermanisë, edhe nga qeveria e re, nga Kosova dhe jo vetëm, pra e mbështetjes. A është në program, pra si shikon ju me atë që keni ndjekur dhe mediat, politika jashtme për sa i përket Ballkanit? Edhe Kosovës, kur kam më shumë, te Kosova. Mendoj që patjetër nuk ka se si të mos jetë në program duke patur parasysh dhe të gjendje delikate politike dhe gjithë valën e konfliktit politik, nëse mund ta quajmë kështu, i cili akoma nuk është i sheshuar 100% në lidhje me Kosovën dhe marrëdhëniet e saj me Serbinë në kontekstin e konflikteve në kufi, që të sqarohemi në kjo pikë. Sepse deri para pak vitesh ne flisim për një projekt franko-gjerman, kurse tashmë është harruar si asociacioni, dialogu thuajse ka ngrirë, pra Europa ka problemet e veta, SBA-ja të vetat, dhe duket sikur janë shkëputur pak. Sepse është logjike që në një moment ku në vende të caktuara ka vatra më të mëdha konflikti që mund precipitojnë deri në luftra botërore, atëherë unë mendoj që është logjike që kjo vëmendje të duket sikur në një moment caktuar të drejtohet në një drejtim tjetër, por unë nuk mendoj as pak. Duke qenë se edhe vetë historia ka treguar që Kosova ka qenë një pikë shumë e fortë e vëmendjes ndërkombëtare dhe me çfarë ka kaluar Kosova deri tani. Natyrisht që ata nuk mendoj që do ishte një naivitet dhe një gabim i pafalshëm i Evropës që të ishte vëmendjen nga Kosova dhe nga rreziku, nëse mund të shprehem kështu, nuk e di, jam në fjalën e duhur, që mund të vi nga konflikti, sepse ne duhet ta dimë që Kosova dhe kufiri ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është akoma një valë nxehtë e konfliktesh të vazhdueshme. Kështu që e para në këtë këndvështrim do ishte naive nga ana e Evropës nëse ajo do ta kishte hequr vëmendjen ose do kishte një lloj, por e para në kontekstin e gjithçka çfarë po ndodh, një devijim të një objektivi që është pak më i rëndësishëm momentalisht, atëherë mendoj që është shumë logjike. Por natyrisht nuk mendoj që do arrinte deri në atë pikë sa që specifikisht Gjermania ta hiqte domethënë vëmendjen sikur e fundit fare dhe duke patur parasysh që ajo tani momentalisht është duke u marrë dhe me politikat e emigrantëve. E para nuk ka asnjë lloj interesi që ta bëj këtë në të gjitha kontekstet. Po mora vetëm një shembull minimal ose një shembull që është ndoshta më pak i rëndësishëm për situatën. Kështu që ndoshta mund të ketë një devijim pak të vëmendjes, duke qenë se ka probleme pak më të dukshme, të cilat mund sjellin në konflikteve më të mëdha, por nuk mendoj që vëmendja komplet nga Kosova do të ishte duke patur parasysh këtu që Kosova ka një marrëdhënie të shkëlqyer me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe këtë gjë duhet ta theksojmë. Dhe është faktor kyç për mbajtjen dhe ruajtjen e paqes në Kosovë dhe në rajon, natyrisht. Ju preket pak më lart marrëdhënia e Serbisë me Rusinë, pra është në ditë të mira dhe kështu ka qenë gjithmonë, kështu që mendoj që nuk u intereson që të ketë një lloj disproporcionit kësaj natyre. Pra është në interesin edhe të Bashkimit Evropian që Kosova, aktualisht Kosova po bën një politikë shumë të mirë në nivel të ndërkombëtar, çfarë i ka forcuar dhe pozitat e Kosovës në sytë edhe të ndërkombëtarëve. Dhe kjo është gjë shumë e mirë për Kosovën, po natyrisht edhe për Shqipërinë, duke qenë si dy shtete të cilat me të njëjtën kombësi, janë dy shtete të së njëjtës kombësi, për ne është një tjetër fort mirë në arenën ndërkombëtare, paraqitje e tillë. Po natyrisht, ne nuk mund të flasim me siguri për sa kohë jetojmë një botë kaq të pasigurt politikisht dhe jo vetëm, që kështu nga një konflikt i vogël ndonjëherë mund të jetë shkak për të precipituar në konflikte shumë të mëdha,
Që kështu, natyrisht ne flasim gjithmonë konceptin e një analize ose një mendimi personal ose një vlerësimi të gjithë gjendjes, çfarë në një sens duhet ta sqarojmë dhe na paraqesin mediat. Dhe ato çfarë politika dhe strukturat e tyre na thonë, na japin të drejtën, sepse ne duhet kemi parasysh që meqense kjo bisedë është pak në kontekstin e bashkëbisedimit, ne duhet kemi parasysh që pjesa më e madhe e vendimeve politike realisht bën underground, bën në fshehtësi të plot të gjithë shteteve të fuqishme, që kështu ne dim çfarë na serviret dhe çfarë analizojmë nga ngjarjet që kanë ndodhur. Por ne nuk dim realisht se çfarë shihet dhe çfarë gatuhet në lëmin e madh politik ndërkombëtar global, e cila nuk dihet realisht se ku i ka interesat e saj të vërteta brenda, ose mund të dyshojmë, por nuk janë politika thellësisht të vështira për t'i kuptuar dhe analizuar. Ne flasim atë çfarë ne shikojmë dhe na serviret, edhe ne analizojmë dhe duke patur parasysh edhe ku jetojmë, çfarë po ndodh përreth e në këtë këndvështrim. Pra e kemi pak empirike, nëse mund të shprehem kështu, analizën të cilën ne i bëjmë në fund të ditës. Janë fuqitë mëdha, janë shtetet e fuqishme ekonomikisht dhe jo vetëm, të cilat në të vërtetë e bëjnë të gjithë lojën, bashkëpunimet, diplomacia nuk është thjesht ajo çfarë ne realisht shikojmë nëpër media, nëpër takime, nëpër samite, nëpër konferenca ndërkombëtare, është gjë shumë herë më e thellë. Kështu që ne përpiqemi të rrim tek ajo që ne dimë edhe mund të analizojmë, natyrisht e parë gjithmonë nga larg, që të jemi sinqertë. Lajmi tjetër që ka shqetësuar këtë pjesën e Ballkanit, por edhe të shqiptarisë, është për ata që e kanë vendosur që të largohen drejt Gjermanisë. Kanë qarkulluar mjaft informacione që ndryshimi i politikave të emigracionit mund të mbyll derën një pjesë të mirë të atyre që janë të interesuar nga Ballkani për të shkuar në Gjermani, për të mos folur më tej edhe për rregullat e bashkimit familjar. Por kë prek kjo, kë kategori prek të atyre që duan të vinë andej? Dëgjoj Dilber, së pari duhet të theksoj faktin që politikat kësaj natyre ndryshojnë në varësi të momentit dhe të nevojës që shteti gjerman ka për fuqi punëtore. Natyrisht ka her pas here në këtë moment duket sikur ka një lloj tkurrje ose kanë dalë disa rregulla ekstra, dhe nga ana tjetër në momentin që ata kanë më shumë nevojë dhe fillojnë dhe i liberalizojnë ose i lërojnë prap masat, që të jemi të sinqertë te kjo pikë. Në këtë moment, për 1001 arsye të cilat pak a shumë dihen, ka një lloj kufizimi, nëse mund të shprehem kështu. Pra kanë qenë kuotat nga 50.000, tani është përgjithësuar dhe ka shkuar në 25.000. Në këtë moment Gjermania ka nevojë për kaq kuota. Kjo është tepër për punonjës të pak kualifikuar, për shembull, të cilët nuk vinë në Gjermani, për shembull me një diplomë në gjuhën gjermane, me një background profesional të mirë përcaktuar, me një kontratë pune. Pra nuk flasim për këtë kategori, e cila rregullat i ka pas gjithmonë pothuajse të njëjta. Ne flasim për këtë kategorinë tjetër që ka më shumë probleme te kjo pikë, dhe që në një moment të saktuar kur gjermanistë ju donin, i mori dhe disa të pakualifikuar sa duhej. Patjetër duke i trajnuar këtu pak nga pak, por që në këtë moment ai nuk ka kapacitetin e duhur për ta bërë. Ndoshta mbas një viti, se ndodh që shumë shpejt, 1 vit, 2 vjet, dhe kjo mund të ndryshojë. Pra nuk duhet parë në kuptimin, nuk duhet marrë kaq me rezerva kjo gjë. Në këtë moment ka pak një lloj tkurrje, por kjo mund të ndryshojë në muajt në vim, sidomos tani që mbas dhënies dhe miratimit të buxhetit në Gjermanisë për këtë 10 vjeçar që vjen, në lidhje me zhvillimin dhe industrisë rënd të armëve, kështu që ka mundësi ekonomike më të mira dhe kjo mund të çojë edhe natyrisht pastaj më vonë dhe në rritjen e sërish të kuotave të fuqisë punëtore ose profesioneve të ndryshme. Por që nuk mendoj që kjo do të përbënte një problem. Aktualisht, për vetë pozitën në cilën Gjermania është, sidomos ka bërë një kufizim në lidhje me pritjen e emigrantëve. Ka mështuar më shumë kontrole në kufi. Pjesa e gjysmësisë gjermane, për shembull, ky mund të jetë një kufizim, i cili nga pati një lërim para disa 2 vjetësh ose 1 viti që u bë nga 5 vjet deri në 3 vjet, pra nëse ti arrije të plotësoje
pikat kryesore, kërkesat kryesore për shtetësi gjermane, ti mund ta merr edhe për 3 vjet, nëse ti mundesh për 3 vjet i plotsoje, aktualisht është rikthyer sërish 5 vjeçari. Edhe unë personalisht këtu kam qenë tek mua më ka kapur për shembull kjo pjesa e 5 vjeçarit që mundonte të rria për 5 vjet këtu, patjetër me gjitha ato rregullat që nevojitet, gjuha, hapësira ku do të jetosh etj, të ardhurat mujore, pra ti nuk duhet kërkosh ndihmë nga shteti, të bësh të provimin e gjuhës shqipe dhe të integracionit, të kursin e integrimit, për të patur informacion kryesor për shtetin gjerman. Dhe mbas kësaj ti mundesh pastaj të bësh aplikimin dhe natyrisht marrësh në shtetësinë gjermane. Aktualisht kjo është një ndër klauzulat që është rikthyer, por nuk mendoj që është problematike ose përbën një ndryshim shumë të madh. Kurse në pjesën e emigrantëve, me politikat e jashtme për emigracionin, pritet edhe që kjo është pjesë edhe konceptit të Friedrich Merz, i cili mund të bëhet kancelar ose pritet të bëhet kancelar i Gjermanisë me datën 6 maj. Gjë që e kanë dalë nga politika në fakt me ish kancelaren Angela Merkel, ajo ka qenë e hapur për kufit për pritjen e emigrantëve dhe Friedrich Merz ka qenë komplet kundër, ose të paktën ka qenë i kufizuar, ka qenë i kufizuar për të patur rregulla strikte. Kështu që kjo gjë e bëri edhe Friedrich Merz të tërhiqej dhe pastaj në momentin politik që e pa të volitshme ai u rikthye. Edhe ai e ka pas në program politik këtë gjë dhe ka qenë në një ndër çështjet që ai dhe CDU kanë ruajtur të njëjtat pozita, edhe pse ulët prej disa vitesh CDU-ja ka pas rënje, pikërisht ka qenë një ndër pikat që ka bërë Friedrich Merz dhe CDU të ruante pozitat në një moment tmerrsisht delikat dhe ka qenë gati një moment i brisht dhe shumë i rrezikshëm politik i Gjermanisë. Duhet kemi parasysh dhe rritjen e konservatorëve të AFD-s. Kështu që e para në këtë këndvështrim ishte logjike dhe pritej që të kishte një lloj kufizimi të emigrantëve dhe në fakt Gjermanisë kjo gjë praktikisht në këtë moment i bën mirë të paktën emigrantët të cilët nuk janë të dëshirueshëm për shtetin gjerman, një persona me probleme, persona të cilësuar të rrezikshëm etj, kështu me radhë. Dhe jo vetëm kaq, por ato do të deportohen në mënyrë masive mbas shpalljes kancelar, e gjitha vjen pastaj si pasojë masave të ndërmarra, por pritej. Do të thënë praktikisht e logjike dhe ishte Chelsea, asi pra me dëbimi është vetëm për personat që kanë probleme, jo pjesën tjetër. Personat që kanë probleme dhe personat që kanë dhe probleme me pjesën e dokumentacionit. Pra në moment që ti je një emigrant me dokumenta të rregullta, i ke shkuar çdo gjë, çdo hap pas hapi sipas rregullave dhe ligjit, është shumë normale që ti nuk do kesh asnjë lloj problemi. Dhe kjo nuk përbën fare interes për këtë pikë. Në moment që ti vjen me një nivel gjuhe që po njeh diplomën, që ke një vend ku jeton me qira, pra bën një jetë të rregullt dhe çfarë është më e rëndësishme që nuk kërkon ndihmë nga shteti ose nuk vjen nga shtetet të cilat kanë probleme lufte për shembull dhe nuk ke probleme të tipit penale ose probleme të tipit sigurisë kombëtare. Atëherë në këtë moment nuk u intereson fare kjo pjesë, sepse nuk ka të bëj fare me këtë gjë. Pra kjo është vetëm në kontekstin dhe duhet i marrim pak dhe si lajme në kontekstin pak të përgjithshëm, natyrisht, kjo nuk e prek drejt për drejt një person i cili vjen shumë normalisht me një profesion caktuar, me një nivel gjuhe të caktuar, çfarë kërkohet, krejt i rregull, shumë normal, kjo s'përbën asnjë lloj problemi. Vetëm problem është që nga 3 vjet është bërë sërish në 5 vjet marrja në shtetësisë. Po, 3 vjet nuk të prish asnjë punë moment që ti je rregull dhe i ke të gjitha dokumentat sipas kërkesave të shtetit gjerman. Kështu që e para në këtë këndvështrim, domethënë nuk është se përbën ndonjë problem ose ajo çfarë mund të jetë jo problem, por mund të jetë pak më e vështirë momentalisht, është fakti që është përgjysmuar kuota. Por në këtë moment Gjermania praktikisht duket sikur i ka mbushur gjithë kuotat dhe ndoshta 1 vit, 2 vjet ata sërish bëjnë nga këto lëshime, sa po të ngrihet nevoja për profesionist, për fuqi punëtore, kështu me radhë, praktikisht nuk e shikoj si problem, është thjesht çështje kohe që mund të ndryshojnë. Janë gjëra që ndryshojnë, por që nuk prekin, nuk janë thelbësore në atë çfarë njerëzit duhet t'i friken ose personat që janë interesuar për të ardhur në Gjermani në rrugë krejt normale dhe logjike, nuk besoj që do kenë asnjë lloj problemi të kësaj natyre. Nidela, faleminderit shumë për informacionet dhe për analizën tuaj për këtë çështje që diskutuam. Jam shumë i njohës për kohë.
Edhe unë ju falenderoj dhe të uroj suksese.